Temperaturat e larta kanë krijuar kushte të favorshme për shumimin e baktereve, duke sjellë rritje të rasteve të helmimeve ushqimore në qytetin e Elbasanit. Mjekët bëjnë apel për kujdes të shtuar, sidomos ndaj konsumit të mishit, qumshtit, vezëve, ujit të pishëm, si edhe frutave e perimeve. Ne duhet kemi shumë kujdes, sidomos në konsumimin e ushqimeve, të cilat mos jenë të ndetura, ose ne gjithmonë t'i kontrollojmë, sidomos kur i marrim në markete, ose ato konsumimi sidomos të fëmijëve të atyre lloreve, të cilat mund të fillojnë me të vjella, diarre, ndoshta edhe temperaturë lartë, e cilat duhet ndërmos një ndihmë qoftë të emergjente, të cilat marrin një shërbim sa më të shpejtë dhe t'i vinë pacientit sa më afër. Doktor Ergjys Mici, mjek i urgjencës në Elbasan, thekson se në ditët e fundit është vënë re një fluks i shtuar pacientësh me simptoma si të vjella, diare dhe temperaturë të lartë, veçanërisht te fëmijët. Ai thekson se shkaktarët kryesor janë ushqimet e kontaminuara, frutat si shalqiri dhe qershit përmenden si më problematike kur konsumohen të ndenjura. Ose dhe qershia, për shembull, edhe disa pra çdo helmim toksikim që ne kemi dhe nëse nuk mjekohet, pra në momentin e dur, ato janë toksina të cilat futen në organizmin tonë dhe në momentin që jeni terren, si mund të ketë një pacient që ka një sëmundje bashkangjitëse, atëherë agravon situatën dhe mund shkojë deri në një ndihmë të cilat është e domosdoshme emergjente. Përveç ushqimit, edhe përdorimi i pesticideve paraqet rrezik, sidomos kur ato përdoren pa kujdes nga fermerët. Ai përmend një rast të rënd ku një fëmijë është helmuar pasi prindi pospërkaste pemët me pesticide. Sepse ne na ka ndodhur një rast i cili duke spërkatur, domethënë prindi ose fermeri, ushqimin po e konsumohen te fëmia më pas dhe ne ka ardhur gjendje shumë e rënduar. Pra janë të gjithë llojin një gama e cila duhet kemi kujdes sidomos me rastet që kanë të bëjnë me intoksikime. Një tjetër problem shqetësues është uji i pishëm, veçanërisht në zonat malore që nuk furnizohen nga ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve. Enver Shkurti, kryeinspektor i ISHSH në Elbasan, tregon se jo të gjitha burimet janë të monitoruara apo të klorifikuara, gjë që rrit rrezikun për helmime. Për sa i përket ujit të pishëm, sepse jo të gjitha burimet janë të monitoruara dhe jo në të gjitha burimet kryhet klorizimi i ujit, sepse një pjesë e ujësjellësave në fshatë, dhe ku flas për zonat larga, nuk menaxhohen akoma nga Drejtoria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizimit. Mesatarisht në urgjencën e Spitalit të Elbasanit kryhen 100 deri në 150 vizita në ditë, ku intoksikimi renditet ndër arsyet më të shpeshta.